Ne mbetemi tek e njëjta tematik dhe diskutim, do të lidhemi në këto momente me profesorin e shkencave politike, zotin Exhmedin Spahiu. Përshëndetje, zoti Spahiu. Përshëndetje. Nuk ndërhyn më Shtetet e Bashkuara në Ballkan, ka thënë Christopher Hill. Kujt i adresohet ky mesazh? Po, i drejtohet Ballkanit, sigurisht, edhe në atë të parë ka të bëjmë me Kosovën, me Bosnjën, me Serbinë, me qendrat të cilat janë në armiqësi njëra me tjetrën dhe që vazhdimisht kërkojnë ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të zgjidhur problemet që kanë. Në fakt, Serbia nuk është ajo që kërkon ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kërkon që Shtetit Bashkuar të Amerikës të qëndrojnë anash në mënyrë që ajo të zgjidh problemet vetë me fqinjtë që ka. Dhe në një mënyrë, kjo deklaratë e Christopher Hill është një, si të them, përkrahje direkte e interesave serbe në Ballkan, që tani kemi punë me anë tjera të botës, merrni vetë, zgjidhni vetë problemet që keni aty mes vete. Në një mënyrë është një inkurajim i Serbisë në politikën e saj. Tani, nëse kjo bëhet në mënyrë të qëllimshme apo jo për të vënë në kurth Serbia, kjo mbetet për të parë, por njëherë për njëherë kjo është thjesht një inkurajim i politikës serbe. A mund të kemi edhe tërheqje të KFOR-it apo trupave amerikanë dhe çfarë perspektive krijon një mungesë SBA-s të paktën për Kosovën? Po, është një mungesë e madhe. Sigurisht tërheqja e trupave amerikane nga Kosova do të përbënte një, si të them, një rrezik për Kosovën. Por kjo gjë ndoshta nuk do të ndodhë. Megjithatë, edhe nëse ndodh, nuk ndodh hataja. Kosova duhet të gjejë aleate të tjerë në mënyrë apo aleate të tjerë të shfrytëzoj që ta zënë të zbrastirë. Kur po flasim për mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane të KFOR-it, atëherë ajo forca numër 1 që mbetet në Kosovë, sigurisht edhe tani për tani janë Italia dhe Turqia, të cilat kanë kontingjentin më të madh të trupave në Kosovë dhe do duhet llogaritur në këto dy fuqi botërore për të mbajtur stabilitetin në vend. Me pranimin e 50 emigrantëve nga Shtetet e Bashkuara, ka fituar pikë në Washington zoti Kurti, apo ky ishte një vendim, nëse mund të themi, detyruar? Jo, kjo është një vardisje Shteteve Bashkuara të Amerikës, cilën më të drejtë Chris Hill edhe ka quajtur si një lloj vardisje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që në sy të tij duket sikur nuk është një gjë që po vlerësohet si një hap i rëndësishëm i Kosovës. Mbështetja marrja e 50 emigrantëve nuk është edhe ndonjë gjë e madhe për Amerikën, heqja e çapë 50 emigrantëve, ndërkohë që për Kosovën ndoshta është një barkë goxha e madhe. Ndërkohë, dua të ndalem pak te kriza institucionale në Kosovë, e cila duket sikur ka humbur çdo bazë për të kuptuar dhe se çfarë qëndron pas saj. Si shpjegohet qetësia me të cilën politika kosovare po konsumon një krizë e cila ka kosto për vendin? Po, kjo është papërgjegjshmëria e klasës politike të Kosovës. Mund të them jo vetëm e klasës politike, edhe vetë shoqërisë kosovare, e cila e ka fituar lirinë dhe pavarësinë jo me mundin e shumicës, jo me një mund të madh të shoqërisë. Natyrisht që Kosova ka bërë sakrificat e saj, ka 12.000 viktima, ka luftarët e heronjtë të vetë, të cilët ndoshta mund të jenë shembull i sakrificës në botë, siç është rasti i Adem Demashit që mbajti 30 vite burg për idenë e tij për Kosovën, ose Adem Jashari që sakrifikoi 50 e kultur antarë familjes e tjerë, por gjithsesi pjesa më madhe e shoqërisë kosovare
e ka marrë lirin nga qielli, nga intervenimi i NATO-s dhe nuk di ta vlerësoj atë. Dhe prandaj kjo është një çështje e cila vazhdimisht e vendos në në një pozicion ku Kosova nuk e vlerëson atë që ka, edhe sillet në mënyrë të papërgjegjshme ndaj shtetit të vet. Ndërkohë, zoti Abdi Gjiku ka propozuar një qeveri uniteti. A ishte një propozim real apo një lëvizje taktike dhe a ka bazë praktike një ide e tillë? Jo. Në fakt, pikat të cilat i ka propozuar Abdi Gjiku janë vërtet interes kombëtar i Kosovës. Ndoshta do duhet shtohen aty edhe një 5 pika tjera për të rrëmbulluar atë çfarë Kosovës i duhet në momentin e pikrishëm për të bërë. Por propozimi i tij duket shumë teorik, nga që pjesa më praktike dhe pjesa më që them që bën atë të paralizueshëm është konsensusi i këtyre partive politike që janë në Parlamentin e Kosovës për të zgjedhur kryeministrin. Se hajde që për ministrat mund të merren vesh që në mënyrë proporcionale mund të caktojnë se sa ministra do të ketë secila parti. Po kush do të jetë kryeministri i Kosovës në një rast të tillë? Një kryeministër konsensual është vështirë që të zgjedhet nga liderët politik që ai jetë i aftë të realizojë të gjitha ato pika të cilat janë interes strategjik, interes kombëtar i Kosovës. Zakonisht kur liderët të mblidhen për të caktuar një kryeministër konsensual, atëherë ai duhet të jetë më i paaftë se secili nga liderët politik, në mënyrë që ai të ketë mbështetjen e të gjithëve, sepse nuk është e pritshme që ata të zgjedhin dikën që është më i Zotit se të gjithë ata. Dhe një pyetje të fundit, pse nuk ka më ndërmjetësim nga aktorët evropian për gjithçka që është duke ndodhur në Kosovë? Se Bashkimi Evropian ka problemet e veta, po ashtu. Është në hallet e veta me luftën në Ukrainë, me luftën Izrael-Palestinë, tashmë kanë shpërthyer vata tjera të krizës, siç është Izrael, Iran, Indi, Pakistan, të cilat japin një kosto jetës të qytetarit evropian. Secilën krizë, secilën luftë, qytetari evropian e paguan në para. Natyrisht vatat e krizës i japin, që them, paguajnë koston më të madhe, por kostoja sa më i madh që të jetë konflikti, sa më i madh të jenë përmosat e lufta, ti konflikti, aq më shumë e rëndon xhepin e taksopaguesve evropian gjithandaj Evropës. E kuptoj. Faleminderit zoti Spajiu që ishit me ne. Çdo të mirë.